Përshëndetje. Do flasim për sa përket pikërisht datës 1 korrik të 2025-s, duket se kemi një muaj mjaft pozitiv me surpriza të bukura ku kemi të bëjmë me hënën e Virgjëresh, formon një trekëndësh me Afroditën dhe Uranin në Dem, duke dhënë një favorizim shumë të mirë shenjave si që janë Virgjëresha, Britsjapët, kanë indikim shumë mirë, edhe Demi të shenjës tokës gjithashtu, ndikohen mirë dhe pozitivisht shenjat e zjarit si që janë Dashi, Luani dhe shigjetarët të dhjetit të tretë, ku kanë ndikime favorite në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me punën, kanë të bëjnë me karrierën, kanë të bëjnë me mundësi të arta në vazhdimsi. Prandaj duhet të bëjmë pas sepse pikërisht ky muaj ka një ndikim shumë të madh deri në tetorin që flasim këtu e gjithverës dhe vjeshtës, pra ka të bëjnë shumë me çështjet e punës dhe stabilizimin e tyre. Por para se të fillojmë me parashkimin e kësaj dite kaq të rëndësishme të fillimit të muajit, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të parashkimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar mbi gjithçka juve ju intereson. Sidomos në fushat të ndryshme që keni më të rëndësishme, që do të thotë ekonomia, do të thotë ana shpirtërore, problematika të ndryshme që mund të keni pasur, pra të gjitha këto i keni në paketat që Astrologo.al ofron për juve. Por ju që doni që në kohën që ne jemi live dhe kërkoni që të dërgoni një mesazh, po do jemi live së shpejti, pothuajse një në javë me juve, që do të saktohet dhe ora dhe datat fikse për të marrë parashikime, për të biseduar me juve, për gjithçka juve ju intereson, i keni atje, gjithashtu mund të dërgoni dhe mesazhe në kohën që jemi live dhe të merrni live përgjigjen. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e Dashit. Për sa i përket shenjës së Dashit, duket se ka një ndikim shumë pozitiv, një ndikim që lidhet shumë me çështjet e punës, lidhet shumë me mundësitë që jepet dhe kohën e duhur në ekonomi. Edhe pse keni pasur disa probleme në fushën e biznesit ose disa bisedime që keni bërë për punën tuaj, për karrierën, por vjen një moment tani, një moment që është momenti i së drejtës, momenti që juve të zgjidhni problematikat e ndryshme që mund keni pasur tani e tutje. Është koha dhe momenti më i mirë i mundshëm që ndonjëherë në këtë aspekt, në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet afatgjat, që do të thotë në ndikime, do të thotë me stabilizime të lidhjes suaj, duket se pikërisht nga dreka është një periudhë shumë e mirë dhe tepër pozitive në anën tuaj, ka të bëjë shumë me lidhjet dash peshore, dash Britsjap ka ndikime shumë të mira në këtë fushë. Vijojmë tek shenja e radhës, është shenja e Demit. Për sa i përket shenjës së Demit, duket se Demi tani në këtë periudhë ka pasur disa çështje të rëna pezu, disa gjëra që lidhet me karrierën ose me udhëtimet, do thotë për bashkim familjar ose për lidhjet që do të thotë me punën ose udhëtimet. Për sa përket udhëtimet duket se është një mundësi e mirë tani për sa përket gjërave, sepse keni arritur tani e tutje, gjërat do jenë më ndryshe dhe i keni të gjitha mundësitë që juve t'i stabilizoni dhe të arrini në kohën e duhur dhe momentin e duhur për gjërat që juve do të keni, sepse është mundësia më e mirë e mundshme për stabilizimin e tyre. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me Virgjëresh të dhjetit parë dhe me ujor duket të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë binjakët. Për binjakët duket se është një periudhë tani në këtë kohë, sepse fillohet një fillim i muajit, një muaj të mbar ju uroj, është muaj mjaft pozitiv, një muaj që ka mundësi dhe rëndësi të veçantë në fushën e biznesit dhe të karrierës, ku juve do të keni të gjithë mundësinë dhe kohën e duhur për stabilizimin dhe konkretizimin e punës suaj, sepse është një moment mjaft i mirë, është një moment që vërtet do të shikoni gjërat të rregullohen, të stabilizohen dhe të arrihet ajo çka keni juve, çka dëshironi. Meqense kjo periudhë është periudhë pak a shumë stabilizuese për juve të kësaj shenje, sepse gjithmonë binjakët nisin diçka dhe duan ta betisin.
kurse në fushën e dashurisë pak vëmendje do të bëni me akrep të 10 diqit të parë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë gaforja. Gaforja të dashura, muaj të mbar, ditë të mbar ju urojmë. Dhe ka për të qenë sepse është muaji juaj, ka filluar që është me datë 21 dhe tani vazhdimësia që jeni në anën tuaj, sidomos të 10 diqit të dytë që kanë një mundësi mjaft të artë, një moment mjaft pozitiv, për sa i përket zgjidhjeve, për sa i përket çështjeve që kanë të bëjnë me ekonominë, kanë të bëjnë me vazhdimësinë, sepse duket se tani është momenti më i mirë i mundshëm për stabilizimin dhe konkretizimin e gjithë shkaje që keni role drejtuese, mundësi të arta, periudha që do të ndikojnë fenomenet, dhe është një moment shumë i mirë tani e tutje në çështje që lidhen me anën shpirtërore, edhe pse me disa problematika të vogla që keni pasur, do t'i zgjidhni pikërisht tani, sidomos lidhjet që kanë të bëjnë me dashtë të 10 diqit të parë, me shqyrtarët e 10 diqit të tretë, edhe pse jeni me disa problematika të ndryshme, por janë kalimtare dhe jo diçka për të u shqetësuar, sepse juve shqetësoni shumë shpejt, ku nuk duhet të shqetësoni fare, sepse kjo periudhë është më e mira e mundshme. Vijojmë tek shenja e radhës, ku janë luanët. Për sa përket luanët duket se kanë disa mundësi, dhe kjo është një mundësi mjaft e mirë për stabilizimin dhe konkretizimin e gjërave të mëdha që do të keni, por gjithmonë luanët duket se kanë momentin e duhur për stabilizimin dhe çështjet që lidhen me punën e tyre, lidhen me karrierën e tyre, me karrierën sidomos është diçka mjaft pozitive. Juve rifilloni një çështje pune të re, ku është momenti juaj më i mirë i mundshëm për luanët, dhe luanët kanë mundësinë për të zgjidhur problematika të ndryshme në momentin e duhur, në kohën e duhur. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, problemet që keni pasur, juve keni pasur lidhje me probleme, keni pasur më thuj se një muaj lidhje dhe jeni shkëputur, keni pasur 3 vjet, duket se do të thot ribashkim, do të thot mundësi, do të thot rëndësi në gjërat që doni të bëni, dhe kjo është diçka mjaft e mirë dhe tepër pozitive në anën tuaj, prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në gjërat e punës suaj dhe në lidhje me disa takime, disa bisedime që do të bëni tani e tutje. Këto janë bisedime nga ndonjëherë mund duken dhe kështu, domethënë si kalimtare, por juve keni gjithë mundësinë dhe kohën e duhur për të zgjidhur problematika të ndryshme dhe çështjet që kanë të bëjnë me kohën, kanë të bëjnë me vendimet që merren dhe periudha kur ndodhin fenomenet. Prandaj mos u shqetësoni fare, sepse duket se është koha juaj dhe momenti më i mirë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me binjak dhe me akrep duket të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e por mos u shqetësoni, sepse nuk ka vend për të shqetësuar, por ka vend për të gëzuar në lidhje me ndryshimet që do të keni momentet. Virgjëreshat kanë pasur dhe janë në anën e tyre, dhe një problem që keni pasur para disa kohëve do ta zgjidhni tani, sepse është një zgjidhje që jep mundësi, jep kohë nga ato që doni të bëni, nga ato që doni të arrini, por meqense është momenti tani i frymëzimeve dhe i ndryshimeve të mëdha. Afërdita në binjak është gjithmonë në kërkim të një shumëllojshmërie dhe një mundësi të artë që do të keni tani e tutje, ku do t'ju ndihmojnë për të zgjidhur problematikat të ndryshme, për të zgjidhur çështjet që juve keni dhe momentet e duhura në anën tuaj të ekonomisë të stabilizimit. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë virgjëresh dem, duket se është koha më e mirë e mundshme. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë peshorja. Për sa përket peshorët duket se tani në këtë periudhë kanë një mundësi mjaft të mirë, një mundësi që do të zgjidhin disa probleme të tyre, nuk i kanë zgjidhur akoma, po vjen momenti i çështjeve të mëdha ekonomike financiare, një moment që pozitiviteti dhe mundësitë të arta që do të keni juve të çështjes së peshorës në fushën e karrierës, është momenti juaj, është koha juaj për të zgjidhur problematikat nga më të ndryshmet. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, një problem që keni pasur me luan e zgjidhni tani, kurse me dash bini pas, sepse është diçka shumë madhore dhe nuk është për ta lënë pas dore, sepse ka të bëjë shumë me ndryshime të mëdha që do të keni tani e tutje.
Vijojmë tek shenja e radhës që është Akrepi. Për sa i përket akrepëve, akrepët duket se tani vërtet janë në një dilemë nëse duan të lënë këtë punë të fillojnë diçka tjetër. Unë ju them jo, sepse është një kohë mjaft e mirë për të nisur diçka të re, është një kohë shumë e mirë për të stabilizuar gjërat, por pikërisht nga kjo ditë që piknisja e mundësive e gjërave të mëdha që do të keni, çështje të jo vetëm pozitiviteti, por mundësi të arta që duket se janë për juve dhe ndikimet të tjera që do të pasojnë me tutje gjatë gjithë muajit. Por kjo ditë fillon i mbar sepse kemi një ditë që na jep mbarësi në çështje të mëdha në financa, në punë, në lajme të mira që mund të marrim tani. Mund të merrni kish në orën 10 mëngjesit gjë, ëh. Akrepët kanë një mundësi të tillë. Në fushën e dashurisë duket se lidhjet me dëm dhe me vërtetë janë të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shigjetari. Për shigjetarët duket se ka një çështje mjaft madhore, sepse shigjetarët duket se do të mbyllin çështjet që lidhen me ekonominë, do të mbyllin çështjet e problematike që kanë pasur, disa momente, disa mundësi të arta financiare, bisedime, ndryshime, kohën e përshtatshme për lidhje të reja, kohën e përshtatshme për mundësi të arta që do të keni tani tutje, bini pas gjërave të mëdha sepse është koha juaj, është momenti më i mirë i mundshëm për stabilizimin dhe konkretizimin e gjërave të mëdha që do të keni tani tutje, prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në anën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me virgjëresë dhe diçit parë dhe me bricap duken të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës janë bricapët. Për bricapët duket se juve jeni në kohën tuaj, jeni në momentin tuaj më perfekt, por gjithsesi, edhe pse me disa pengesa dhe me disa probleme që keni pasur, por këto janë probleme rutine, them unë, sepse nuk është vend për të shqetësuar, nuk ka kohë apo gjëra që do të ndikohen, sepse bricapët gjithmonë mendojnë në fakt për gjëra të mëdha dhe është momenti tani. Sidomos në ditë që tret ka ndryshime pune. Në lidhje me çështjet që kanë bërë me anën e dashurisë, është virgjëresh dhe binjak të diçit të dytë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë ujori. Për ujorët duket se si shenjari që janë në momente dhe mundësit ata i kanë për zgjidhur një problem, që i problemi pas zgjidhur më përpara për arsye të punës, për arsye të karrierës së tyre, por kjo do thotë që vërtet mund të merrni një lajm në fushën e punës suaj, por ky lajm duket se ju bën të ndjeni mjaft mirë sepse është vlerësimi i viteve prej shumë vite si keni pasur çështje punës suaj, të 30 ditë, sidomos ditë i dytë është shumë i favorizuar në këtë aspekt dhe keni mundësinë e rritjes në detyrë ose një rrok të dytë ose një bashkëpunim me një firmë tjetër, ku është momenti dhe koha e duhur për të stabilizuar gjë të tillë. Dhe është një moment mjaft i mirë, pse jo, mund ta stabilizoni. Në çështjet shpirtërore, edhe pse me probleme, edhe pse keni pasur gjëra që nuk janë realizuar ku duhet, duket se tani keni pasur një lidhje për shembull me gafore, jeni ndarë. Keni pasur një lidhje me dëm, jeni zënë. Keni pasur një njohje me një akrep, dëshironi ta riktheni përsëri këtë njohje që të vazhdoni. Po, është e mundur, po, ja arrini qëllimin tuaj. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë peshqit. Për sa përket peshqeve, peshqit tani për tani kanë një mundësi dhe një kohë shumë të mirë, tepër pozitive mbi stabilizimin dhe çështjeve të mëdha që ata kanë. Është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv për të zhvilluar çështje ekonomike, për të zhvilluar gjëra të mëdha në anën tuaj dhe një mundësi shumë e mirë tani ku në lidhje me çështjet e punës, edhe pse juve që jeni në udhëtime për shembull, do merrni lajme shumë të mira në vazhdimsi. Por juve që jeni në çështje pune, tani që nuk keni të kënaqur për një arsye, duket se gjërat do jenë shumë pozitive. Madje keni mundësinë tani për stabilizuar gjërat të pastabilizuar më përpara në fushën e karrierës suaj. Në fushën e dashurisë, lidhjet që kanë bërë me peshore dhe me luan duken të mbara, pak vëmendje me akrep të 10 diçit të dytë. Këto ishin pak a shumë miqtë mi për sa përket pikërisht datës 1 korrik të 2025. Para se të ndami bashkë, unë rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të shikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për të ndihmuar mbi gjithçka juve kërkoni. Dhe duke shkuar te sekretaria dhe më pas flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Por juve që doni që çdo video që astrologo.al ngarkon në YouTube, e dëshironi ta dëgjoni të parë, ta shikoni të parë, atëherë duke na bërë subscribe të ky butoni shkoni këtu dhe më pas dërgoni mesazhe dhe merrni live përgjigje. Nga unë Rpulla, mbarësi dhe muaj sa më të lumtur ju uroj. Gjithë të mirat.